Ashtu, nuk e di, me të vërtetën sunet të mbrojt të kundërtën, se është ashtu. Po di diçka, që gjithë këtë e verifikon nëpërmjet votës. Edhe gjithë këtë ti duhet t'ja shpalosësh këtë vërtetë, se është ashtu. E si atë që e kam thënë unë me çështjen e presidentit, ku është përparësia nëse doni ju e kryetarit e kryeministrit në detyrë? Sepse ai dilte me kandidate konkret, sa u përket kandidatëve për president. Me cilën kandidat doli PDK-ja? Me asnjënin. Me cilën kandidat doli LDK-ja? Me asnjënin. Doli në fund me ish presidenten, kur e pa që ma loja përfundoi, edhe pse nuk e përkrahën si presidente, do me thënë qysh në fillim. Të kishin thënë që jo, ne duam që zonja të mbetet edhe më te. Sepse si ishte e partisë së tyre. Edhe këtu ç'është problemi më i madh që ndron këtë, se ti je i mirë derisa je në partinë time, edhe për vetvendosjen kjo vlen. Molliçi e gjithë ata ishin të mirë derisa ishin vetvendosja. Edhe Vjosa Osmani ishte e mirë. E mirë, po. Ato u bën këqij kur dolën. Do me thënë, këtu e vetmja certifikat që të çon të ecësh përpara, edhe që të promovon si vlerë, është certifikata që ta jep partia. Do me thënë, këtu shumë pak ka të bëj me vlerat personale, që i keti si individ. Shumë pak ka të bëj edhe me atë, që çfarë ke bërë ti në jetën tënde që ke rri deri këtu. Se ti ta zam ish presidentit edhe kryetarit të PDK-s, suni thoje se ai s'ka flijuar rinin e vetë për lirin, për kombin e vetë. Edhe këtë sunia mohoje. E mandej ti mund të diskutojsh si politikan, si që kam diskutuar edhe unë që kam thënë është politikan i dështuar se Kosovën e bëni si kopsh të vetin. Mirë po, ti s'mund atë ta cenosh në biografi, si të them. Edhe këtu ti ke njerës që është themur shpesh, që punësim të pare kanë ministër,